Në 2021 vërtet kishim rezolut të PPS, po kishim një lloj pengese shumë të fortë që ishin dallgët e lartë të oqeanit Atlantik që nuk e kalonte dot Partia Demokratike, çka ishte izoluar nga çështja me Gonigal në Washington. Pra, Partia Demokratike ka qenë një forcë e cila Rama e rrifte. Ishte izoluar Basha, jo Partia Demokratike. Po që Basha po e zëmë edhe si forcë politike, pra, ajo është si forcë politike. Shiko, në 2021 Rama e rrifte Bashën, po Basha s'kishte ku t'qante. Këtë herë situata është ndryshe, pra nuk e dëgjonte dikush Bashën sepse e kishte i gjithë linja e lobimit përmjet me Gonigalit dhe fondacioni Soros që ishte në mbështetje dhe pro Edi Ramës, ishte e gjitha kundër Bashës dhe Basha nuk ishte asnjë hapësirë ku të gjente mbështetje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë herë situata është ndryshe. Nëse Partia Demokratike nuk ka, po e zëm një mbështetje të hapur sot, po të paktën dikush e dëgjon atje. Dikush mund t'ja qaj hallën nëse. Nga e ke këtë garanci? Tani garancia është kontrata që mori Partia Demokratike 6 milion euro. 6 milion dollar. Është një kontratë lobimi shumë e pastër e cila e publikuar edhe nga faqja zyrtare e Departamentit të Shtetit tregon që kjo administrat i ka dhënë okejin për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike. A do jetë ky një akses politik që do ta shndrojë Partinë Demokratike në një forcë fituese? Nuk besoj që të bëjnë ato letra atje, por është një akses i rëndësishëm, një portë që është hapur për Partinë Demokratike, një portë e munguar për 12 vjet dhe kjo portë do të japi mundësinë që Partia Demokratike të ketë përkrah edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rast se do ketë problematika në zgjedhje. Por të rikthehemi te PPE-ja. Rezoluta tregon qartë që të gjithë forcat do të angazhohen në mbështetje të Partisë Demokratike si ekip i vendosur për të qëndruar pranë edhe për ta bërë atë forcë fituese në Shqipëri. Dhe kjo forcë fituese, kjo Parti Demokratike deri dje apo deri në çdo moment ka lënguar dhe ka vuajtur për një mbështetje. Tashmë e ka. Dhe kjo është Të mund t'i përdorë këtë kriterin e mbështetjes ndërkombëtare tashmë Partia Demokratike. Jo, atëherë vetëm i gjë. Nëse Partia Demokratike humb zgjedhjet, i bi që e drama ka mund Partinë Demokratike dhe gjithë PPE-s, s'ka më justifikime. Ne do flasim edhe pas zgjedhjeve, do flasim edhe për rezultatet. Se Amerikën e kanë, PPE-n e kanë, shqiptarët i kanë, po i mundi Rama gjithë atëherë. Unë do flas për këto zgjedhje dhe për këtë lloj argumente që më ngre ti, do flasim pas zgjedhjeve, inshallah do të jemi mirë. Edhe do flasim edhe për atë, nëse rezultati ndodh ajo që thua ti. Por unë do të them që prit se do ketë surpriza, do ketë gjëra të reja dhe do shohim zhvillime të reja deri në zgjedhje dhe pas zgjedhjeve. Ka që nga 16 marsi që presim të fluturojë doktori për në SBA. Nuk ka nevojë të vej doktorin SBA-ja po vjen këtu, ka ardhur La Civita, kanë ardhur eksponentë të tjerë, kanë ardhur njerëz të rëndësishëm. Po, sa më shumë miliona euro të kesh, aq më shumë Amerikan vinore. Sa më shumë miliona ka Edi Rama i cili është penguar të bashkëpunojë me këtë administrat, sa para ka hedhur Edi Rama, Flogert, po ti dish, apo po të marrësh informacion çik më të dhuar, do të kuptosh. Ore, dhe sikur të jenë të vërteta të gjitha ato që janë thënë kundër Edi Ramës, ato $250,000 janë piku i në oqean, se 250.000 që i ka dhënë Rama me Gonigalli si që akuzon opozita, doktori jep Amerikanit për një muaj. Bëre mirë që futet tani. 6 milionë o burr. Vetëm një oligark nafte Flogert i ka dhënë 1.5 milion euro me Gonigallit, i ka dhënë kështu, më thënë dhurat. Në takimet që ka bërë. Po e ke parë. Jo, po kanë qenë të tjerë dëshmitarë që e kanë marrë. Tani, mos do të përmend emra sepse janë biznes, janë punë të tyre ata njerëz. Edhe unë kam parë kur i kanë dhënë Denisit 10 milionë euro në trast. Ky është fakt dhe shumë fakte të tjera që me Gonigali ka marrë jo 6, por mund të ketë marrë mbi 20-25 milionë euro në Shqipëri dhe ka çuar ndër ata. Tani po, të ngelemi te PPE, do dalim këtu prap. Unë di të them dhe një gjë, që PPE-ja është sot një nga organizma më të rëndësishëm ndërkombëtar si motre e Partisë Demokratike, që udhëheqë Europën. Është një simbol i fortë për ardhjen pushtet të PD-s. Pse e them këtë gjë? Edi Rama me partitë e majta ka firmosur në Shkodër, po ta mbani mend, ardhjen pushtet koalicionin e Ilir Metës. Ka qenë duket Karadžića, një nga liderët serb aty që Karadžić është ai që më fal në Hag. Kërkoj ndjes për emrin. Është një nga kroat. Jo, serb. Ka qenë në Shkodër. Më fal për emrin, kërkoj ndjes. Tadić ndoshta. Tadić.
Pra, ka qenë një organizim shumë i fuqishëm i SMAIT-ës ndërkombëtare për ta sjellë Ramën pushtet. Edhe në këtë rast unë shikoj një angazhim të plot të së djathtës ndërkombëtare për t'i dhënë një mbështetje Partisë Demokratike. Atëherë, a mund ta sjellë kjo lëvizje PD në pushtet? Unë me pengesat që shikoj në terren, shikoj... Almer, të lutem, pse shkon kaq larg, jo Serbia, jo PPE-ja, jo SHBA-ja? Çfarë blen një mbështetje PPE-s, Denis? Ne flasim me shifra. Po, dakord. Ramën nuk e ktheu as lëvizja majtiste, as SHBA-ja e ktheu votat. Ramën e ktheu Ilir Meta. Po një sekond pra. Ilir Meta, se votat pra, edhe të Metës patjetër. Ilir Meta. Tani, nëse këtu flasim që Berisha bën me koalicionin që ka, nëse bën 1 milion vota, nuk ka jo SHBA, po as Marsi ta mbroj Ramën, nuk e lë të ka qenë para gjykuar Partia Demokratike Denis, dhe analizën tënde disa vjeçare që Partia Demokratike e ka thënë ti. Patjetër, po flas për atë. Tani pse mos vi? Po të marr, po të çmontoj atë që the. E para punës Rama nuk erdhi nga as nga një mbështetje huaj, as nga, po erdhi nga votat që i kishte bashkë me Ilir Metën. 1 milion vota që thotë më shumë ishin urrëtie për një sekondë. Pasur zero ndikim ajo ardhi atyre forcave këtu. Zero. Po jo pra zero ndikim. Të paktën opinioni publik shton. Zero ndikim, as do t'ja di njëri fare interesin ndërkombëtar. Ai qytetari, të lutem, ai qytetari i zonës paraoperative s'do t'ja di fare se ça erdhi fare për ta di që as i interesoi njëri për ta. Pse ka qenë pengesë në grada për Berishën? Rama dhe Meta, të lutem, Rama dhe Meta erdhën pushtet sepse 8 vitet e zullumeve të Berishës e sollën Ramën në pushtet me 1 milion vota dhe ky është numri më i madh i votave që ka ardhur një mazhorancë në pushtet. S'kemi më shumë se 1 milion. Rama në 2017 mori diku te 800.000, në 2021 prapë 730.000, pra nuk e ka arritur kur 1 milion vota. Pra urrëtia ndaj 8 viteve të Berishës ishte kaq e madhe sa prandaj thash Berisha kishte jo mbështetje SHBA-s, po edhe të Marsit vinte prap do ikte nga pushteti, se kishte urrëtien popull. Tani kthehemi sot. Berisha sonte ta mande pushtetin vetë. Nuk e mbante dot. Jo, nuk e mbante. Harroje. Nuk e mbante dot. Respektuar fair play Denis me amerikanët. Një faktor të lutem. Një faktor ndërkombëtar, pavarësisht kush është, mund të ndihmojë tek 2 ose 3 pikë. Pra, nëse ti je aty e rot më rot, pra 750.000 me 780.000, një 30.000 votësh mund të vi pikërisht nga Basha më Denis 2021. Po jo, më buri dhe nuk e lan ata Denis, lobuan. Basha nuk e pres. E ke shumë gabim. E ke shumë gabim. Po nga njerëz që kanë qenë në takimin kanë thënë Bashës, e ke shumë dhe këtë marrëdhënie që i bëre tek ambasadë amerikane. Po patjetër, se ai doli nga sistemi, normalisht do të ndëshkohej PD-ja. Dije që do të ndëshkohej. Por Basha arriti maksimumin, nuk shkon më shumë PD-ja se ajo. Atëherë Denis është penguar, është kjo që thotë tani. Jo, penguar apo çfarë thotë Denis? Dëshkim për PD-n i bie që është vetë penguar. Dëshkimi, një sekond për ta shpjegoj edhe një herë. Basha bashkë me Metën, i vetmi ndëshkim që mori opozita në atë kohë ishte që u prish koalicioni përbër. Po edhe me koalicion përbër prap nuk vinte pushtet, sepse ishte prap vota më po nuk vinde pra se tani ke kalkulimet e mandateve të humra të kalkulima kanë thënë të djathtët e tu, kështu që rrin tani. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë nuk vinde, ishim shumë afër po nuk rrinte. Mund të shkonte 71 me 69 por nuk vinde. Këto ishin janë shifrat dhe merri analizoj me qetësi. Po kthehemi sot te PPE-ja. Tani kjo e PPE-s unë e pash takimet. Ato nuk ishin takime se takoi për shembull kancelarin gjerman, takoi ishte takim me Ahanin. Meloni. Jo Meloni s'është fare aty është tek konservatorë. S'është konservator. Kështu që aty maksimumi ndonjë deputet të Demokracisë së Re ka takuar doktori, se aty është i vetmi shtet dhe vetmja forcë e djathtë që po e mbështet fuqishëm Berishën, do ta pranojmë është forca që qeverisë sot në Greqi. Greqia apo? Ky është fakt, s'kemi pse ta mohojmë. Dhe ndërkohë pjesa 90% e PPE-s do të vinë në Tiranë në 16 maj për këtë qeveri. Ose me që është tani në pushtet, kështu që ndikimi nga kushtet që u vendosën në rezolutës janë zgjedhjet. Jo, një sekond. Zgjedhjet ne kemi certifikuar, e dikush po e menaxhon procesin e zgjedhjeve në Shqipëri. Nga ambasadën ne kemi diskutuar këtu. Janë 2 ambasada shumë aktive. Është ambasada gjermane dhe ajo britanike. Kaq. Kur Britania s'është fare as në PPE njerëz. Çfarë diskutojmë tani? Kështu që kjo histori e zgjedhjeve me që Rama flet për integrimin,
një nga pikat e rezolutës. Po pra, po tani Berisha u ftua. Nëse këto zgjedhje. Ajo ishte rezolutë e Partisë Demokratike më burit e tani, nuk është. Jo, është rezolutë e natyre në çfarë tani edhe firmën po mohoni. Pra, është firmën burr mohosh firmën. Zgjedhjet janë kthyer në kusht për integrimin. Më falë, mund t'ju bëj një pyetje? Po. Jo, kjo është fakt. Po pra, po nuk po ta ngacmoj fakt. Nga kjo rezolutë janë kthyer në një kusht, kjo nuk diskutohet. Kush e ka kthyer në kusht? Rezoluta e këtyre partive për integrimin, nuk është vendim i parlamentit, jo. Por është një sinjal se rezoluta kjo është një vullnet që tregon që Partia Popullore, po pra, është një lobim politik i Partisë Demokratike, siç e ka bërë dje Edi Rama me partitë e veta të majta, që ju ka shkuar letra përpara dhe ata kanë thonë për çfarë keni nevojë nga ne, kemi nevojë për këtë dhe e kanë firmos. Edhe mund ta rezonin më të kjo gjëja. Deri dje si kanë hapur derën PD-s këto me flokë se merr kaq të thjeshtë lobimin ti. Do thotë që këto janë të angazhuara seriozisht në Shqipëri për ta mbështetur PD-n. Edhe këtë lobimin që quhet lobim. Unë kuptoj që fitoria e madhe e Sali Berishës nuk është fitoj zgjedhjet. Është ta njohin dhe i herë ata që kanë njohur sepse ka qenë në kushte inekzistente për zotri vjen nga hiçi kjo parti. Në këtë se kemi mëuar që PD-ja ka hedhur hapa në raport me raport me pritshmëritë e doktorit. Por ne po flasim, a janë këto hapa? A mjafton për zgjedhjet këto po them pra. Tani po them zgjedhjet për mua është nuk e dëgjova që PD-ja është izoluar se kam thënë. Madje edhe në kushtet më të vështira, pra PD-n e linjat e komunikimit diplomatik kanë qenë të fshehura, siç komunikojnë gjithnjë ambasadët. Sot Berisha shkon natyrisht dhe është fakt, duket, mund të shkojë edhe në SBA nëse hiqet Nongrada, po edhe këtë nuk e dim sepse deri tani duket e vështirë që Nongrada të hiqet, paktën për momentin, por ideja është çfarë ndodh në raport me zgjedhjet dhe unë mendoj kthehem edhe një herë asaj se ne analistët që le të themi ose gazetarët që duan të thonë një të vërtetë, duhet i referohen fakteve. Problemi më i madh i Partisë Demokratike është vetë Berisha. Jo se Berisha është Nongrada, harroje këtë, nuk ka lidhje. Është problem sepse nuk votohet nga qytetarë shqiptarë, mo ky është problemi i madh. Berisha është votuar vetëm një herë në mënyrë plebiscitare në vitin 1992 në mars dhe nuk është votuar më bindshëm asnjëherë. Asnjëherë. Tani ne do të vim histori zgjedhjeve, po do t'i hysh mos se është ky popull që ka votuar në 92 dhe voton edhe tani. Se janë rritur pensionistët. Në 2013-ën, kur u bë rotacioni, i ka dhënë Edi Ramos po aq vota sa në 2009-ën. Jo. Pa mjaftueshme, po 64 mandate më mori. Jo, një sekondë, ishte në koalicion. Koalicioni do të thotë ai ka kërkuar vota në emër të koalicionit. Subjekti i Partisë Socialiste ka një numër votash sa në 2009-ën. Një deputet më pa mjaftueshëm. Tjetër gjë, është një sekondë, kur ka bërë fushat Rama në 2013 nga bërë fushat bashkë me Metën dhe votat janë orientuar edhe aty edhe këtu sepse ishte brenda thesit madh ka qenë koalicioni për bërë atë. Sa nxori si subjekt Denis, si subjekt Partia Socialiste nuk ka qenë asnjëherë mazhorancë mjaftueshme përveç pas 2017-s ku i dha dorën Bashës. Ka qenë gjithmonë një subjekt që ka pas nevojë për koalicion. Pastaj kur u fut Basha, loj ndryshon gjërat. Tani e ka fajin Basha tani? Po. Jo zoti, nuk ka fajin Basha. Ta them unë se nuk duhet të flas për zgjedhjet. Do hym për zgjedhjeve edhe të flasim argumente për zgjedhjet, po më vonë se zgjedhjet tani po kemi për një javë kemi zgjedhjet. Nëse pas kësaj rezolutës famshme që nuk ka asnjë efekt ligjor penalizues, se thash, por është thjesht një mesazh mbështetje publike, politike nga ana e simotrave Partisë Demokratike. Kështu që për sa kohë kjo nuk e cënon rrugtimin e Shqipërisë, pavarësisht kush është kryeminist, doktori apo Rama kështu me radhë. Po nga e dim këtë që se kjo nuk ka, kjo është një nga pikat, është këto zgjedhje kthehen në kusht. Dhe kjo është një nga gjërat. Dëgjoj, të bëj pyetje. Tani ky bashkimi evropian me Gjermaninë në krye. Çfarë mendon për SPAK-un dhe për reformën? Pulin, ministri i jashtëm që është njeriu që ka vendosur ato 14 një nga zëdhënësit e atyre 14 pika në SPAK-ut. Ai i 14 pikave. Po. Çfarë ka thënë tekstualisht për reformën drejtësi në Shqipëri? Ma thua dot? Jo, e mbështesin drejtësi. Jo, ta them unë, jo e mbështesin. Është Chelsea që na ka çel negociatat. Gjëja më e mirë, reforma më e madhe ka thënë ky Puli që thu ti, që ka bërë Shqipëria, o ande Puli. Ka thënë gjëja reforma më e jashtëzakonshme që është model për t'u ndjekur, ka thënë ai, nuk po e them unë, është reforma në drejtësi. Po, por njëkohësisht PPE dalin me këtë rezolutë. Prit pra tani, dakord jam unë me këtë. Po tani
kjo PPE dhe ky ministër dhe kjo qeveri dhe ky shtet që unë po them, nuk negociojnë spakun për asnjë arsye. Dhe pavarësisht se ata në kuptimin politik japin suport ankesave dhe kërkesave të një subjekti që është si motra e tyre, që ketë një lloj presioni për zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo nuk zhbën faktin që ato mbështesin dhe njohin spakun si institucionin që do bëj në një farë mënyre monitorimin dhe certifikimin de facto, jo de jure po si do ta bëj spaku më flogert monitorimin e zgjedhjeve, kur spaku ka dosje me Gonigal aty se heton, sa firmos një marrëveshje Parti Demokratike zyrtare, shkon dhe nis hetim. Thuaja këtyre të PPS, më zotëri. Po si do të them PPS, unë PPS, thuaja këto. Në flas logjikës së shëndoshtë të shqiptarëve. Tani ti kur t'intereson më citon PPN. Kur nuk t'intereson thot nuk ke duhet PPE. A është kështu tani? Tani gjerë tani po thoje, e ka thënë PPE-ja. Kur them unë PPE thot spaku është botë thuti. Po çfarë që dua unë PPE-n? Unë flas me logjikën time. Fara të PPE-s. Tani o PPE o s'ka PPE, se u bë. Në fund fare janë subjekte europiane që edhe ata janë taksë pagues për këtë spakun. Dakord jam unë. Dakord, por në fund fare ne mos ta marrim spakun si etalonin dhe të rrëzojmë PPE-n. E marrin ata more. E kanë marrë ata, jo unë. E para, dakord. Unë po të them çfarë kanë bërë ata. Ata thonë që Shqipëria ka një institucion garant për çdo gjë tani, më që quhet spak. Ka thënë njëri garant, Flok. Dhe kanë thënë që reforma ndërtësi që doktori thotë do ta bëjmë sërish nga fillimi, është arritja më e madhe e Shqipërisë në dekadën e fundit. Tani çfarë i them unë tyre? Kanë thënë deri tani, po do ta thonë nëse zgjedhjet le të themi rezultojnë të vjedhura të paktën siç paralajmëron opozita. Unë pash pikat e PPE-s rezolutës. Pikat e rezolutës PPE-s janë pa i hequr asnjë pikë dhe asnjë presje akuzat përditshme të Partisë Demokratike. Pra, se kush e ka shkruar atë, dihet. Dhe kjo është një lobim dhe nuk po e them të gjë të keqe. E vërteta e Partisë Demokratike dhe e vërteta e Partisë Socialiste, kush do fitojë. Dhe këta kanë vënë partia, bravo, Partia Demokratike me të vërtetat e saj ka shkuar tek Simotra dhe ju ka thënë ky është konteksti shqiptar. Kam nevojë kaq butallë ata të firmosin çdo gjë ata që jeptin tavolinë. A do më lësh më burr? Jo, ja ta mbaroj. Unë po them tani, i kanë shkuar dhe i kanë thënë kështu. Dhe ato e kanë marrë mirë qenë më burr, ose kanë informacione të tyre që ku ka probleme. Ata thonë ta shikojmë pak të spakun se deri tani kemi dëgjuar vetëm një javë. Ta shikojmë te zgjedhjet se çfarë do bëj. Prit. Po ka një gjë. Një gjë është kjo rezoluta. Një gjë tjetër është procesi i negociatave. Tani unë te ky proces i negociatave nuk shoh që ka përputhje me këtë rezolutën, sepse në 6 muaj ke hap 3 grup kapituj dhe mbi 16 kapituj. Aq sa çka hapur Serbia në 11 vjet. Tani kjo PPE-ja këtu, a është pjesë e Bashkimit Evropian apo jo? Po që ka çmen i bimë, jo po që ka çmen. Jo, si çmen. Se thoshi po si hap grup kapituj, jo. Po pranon. Po më falore zotë, po më falore, po para Partisë Demokratike. Po dëgjon Partinë Demokratike se deri konsideroi po deri po varak, po më dëgjon pas jo. Më jep përgjigje më. Më jep përgjigje. Para se ata kanë thënë që ne do të mbyllim syt edhe ta fusim Shqipërinë bëj për interesat tona, jo se meriton. Mirë, e ka. Jo, ta ka thonë ty në takim privat në njëri prej këtyre. Ajo më zotri. Derisa pranoka dhe BN, pranoka dhe kritikat e PD-s. Dhe kushtet që edhe Shqipërinë që prezanton PD-ja, dhe Shqipërinë që prezanton Edi Rama, atëherë i bie që këta i po i mbyllin syt pra. O Almir. Ose këta po bëjmë palë. Jo, do e bëjmë kush ngre më shumë zërin, unë dorëzoj. Jo dorëzoj. Nuk kam takat. Por takati që ndron te argumenti. Kur flasim për grup kapituj, flasim për procese dhe tani kështu ka qenë thot Partia Demokratike. Sepse ne kemi qenë izoluar. Tani po çojmë zërin ton atje. Nuk ka ndodhur para 200 vitesh, ka ndodhur para 3 javësh që janë hap 2 grup kapituj më burr, se më çmendë më burr. Ka ndodhur para 1 muaji që janë hapur 2 grup kapituj. Po edhe tani fal para 1 muaji kjo PPE-ja. Edhe Berisha 3 muaj, 4 muaj ka që ka dalë po lirë. Po jo, mërzotri se ishte në Strasburg, ishte dreqet birë. Tani unë po them, në qoftë se
ky memorandum, që quhet kjo rezoluta, nuk ka asnjë efekt juridik, procesi pengues apo zhvillues, më the tash. Hapja e grup kapitujve është akt që ka jetë. Po, është vendim, është vendim zyrtar. Është vendim pra. Prodhon një vendim. Tani unë po them, a nuk ju bën përshtypje që sigurisht i qëndrojnë afër dhe bëjnë thirrje për zgjedhje të tjera dhe të ndershme dhe shkret normale dhe suportojnë si motën e tyre, por nga ana tjetër japin mesazhin që ne për solidaritet dhe për një pjesë gjërave që mund të ketë drejt PD-ja ja afirmosim këtë. Pse jo si kusht? Kjo është pyetja ime. Pse jo si kusht? Pse jo si kusht që zgjedhjet jenë kusht për integrimin, ato që Rama thot. Po jo, pra se Rama e ka thënë mërti edhe Flogerti po ta thot. Ne do futim BE sepse është një nevojë e Europës dhe një lëvizje gjeostrategjike që nuk vjen më. Nuk e thot që e meritojmë ne, këtë po thot ai po thot që Shqipëria këtu po e mbyllim banë. Atë rezoluta është kot. Si po e mbyllin syt atë rezoluta është kot. Si? Rezoluta po sa them pra që kjo Europa po njeh dy Shqipëri, dhe Shqipërinë po e njeh dhe Shqipërinë e Partisë Demokratike, po dhe Shqipërinë që i paraqiten Rama. Vërtet mendon që këta ma lejo tani fjalin, që ta bëjmë hidh dhe prit, jo vetëm. Vërtet mendon që Edi Rama, këto PPE-ja pas ka ngelur që t'ja thot Flamuri se si është Shqipëria, që ta kuptojnë si është Shqipëria? Po sepse ato kërkon dhe një rrugë institucionale kjo për ta bërë atë, për të bërë aktin e tyre më rrugë. Ata kanë agjentura, çfarë duash ti ata? Po s'ka agjentura, ata do të tregojnë veten e tyre në një rezolutë. Do shkruajnë një dokument, mos si do vinë, dokument do të. Po ti thua tani njojton ata Shqipërinë tjetër që nuk janë të treguar Edi Rama. E pranojnë dhe Shqipërinë e Edi Ramës dhe Shqipërinë e Partisë Demokratike, sepse Edi Rama vetë ka thënë ne do hyjmë në BE si rast gjeostrategjik. Se Edi Rama shumë mirë. Edi Ramës o Almer e pranojnë duke hap kapitull dhe grup kapitull. Po pra ta them. Dhe këtë doktorit ju thonë i fërkojnë kokën me akull mirë se po t'japin një rezolut, pi lëngun e rezolutës edhe qeverisë ky tjetri. Po ai po bëjmë mohabet mbi letër kotë burr. Sot letër kotë, letër bakalli. Letër kota ajo. Edhe e di pse duhet kjo letra më. Për të heq vëmendjen nga ajo që ne e kemi hequr tani, që është thelbi i debatit. Nuk e thot dot Flogerti, po ta them unë. $6 milion vlla. Okej. $6 milion. $6 milion. Stalta si drita. Ka pikpamje e komunikimit po thua. Po 6 dhe di tjetrën. Jo vetëm $6 milion, po konflikt direkt me familjen e Trumpit që bën lajme të rreme kundër djalit Trumpit. Ja, kjo është thelbi. Këto rezolutat, letra bakalli, shko me Fredi Pelerin dhe 2-3 tjerë, firmosin letër bakalli. $6 milion. Hajde diskutojmë çka ka. Shiko çka ka bërë. E flas unë para një herë. Flogerti po thot. Kjo është hajde ikim nga tema. Merri letër bakalli. Po te rezoluta 5 minuta rrim te rezoluta. A shkuan në Amerikë, dhe i fjali Olmer. A shkuan në Amerikë këta përfaqësuesit e Partisë Demokratike te partia partitë botrore të djathta, a shkuan atje? Ajo ishte maja më burr. E demaskuam dhe ju treguam planetit se sa keq është Shqipëria. Tani ç'është ka kjo surprizë e madhe që në Europë pra që zgjedhjet janë kusht, po them, po mund kjo është surprizë. Ku janë kusht, kush e vendos? PPE e vendos. Rezolutë e vendos. Po rezoluta është vullnetur, po vendim pastaj. Po pse s'është thënë mendim pra?